Emrimi i Petar Bogojevskit në pozitën e udhëheqësit të Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane vazhdon të jetë temë diskutimi. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska ka thënë se do të vëzhgojë në vazhdimsi punën e Bogojevskit. Janevska ka kërkuar që pas emrimit në këtë post Bogojevski të mos merret me politikë dhe të jetë apolitik. Paralajmëroi masa ndaj tij nëse ka vërejtje për punën që ai do të bëjë në këtë institucion. Не би можела да ја коментирам работата. Nuk mund ta komentoj punën e një drejtori I cili është vendosur para 1 ose 2 ditëve. I dëgjoj reagimet dhe nga këtu si të gjithë, them se do ta ndjekim punën e drejtorit. Nëse gjithçka është në rregull dhe ai është apolitik, nuk do të kemi problem. Nëse ka ndonjë tjetër problem, do të merren masa. Partitë politike janë pjesë përbërëse e qeverisë, por kur vendosim të emërojmë zyrtar, I vendosim që të jenë apolitik dhe të kryejnë punën për të cilën janë emëruar dhe të respektojnë ligjin në mënyrë më të mirë të mundshme. Çështjen e Bogojevskit e komentoi edhe ministri I çështjeve evropiane Orhan Murtezani, ai ndan shqetësimin bashkë me opinionin lidhur me këtë temë dhe thotë se procesi I emërimit është dashur të jetë më I kujdesshëm. Kjo çështje, me sa e di unë, është në kompetencat të Ministrisë Arsimit. I ndaj shqetësimet me opinionin, mendoj që ndoshta procesi I emërimit duhet të qenë më I kujdesshëm, mirë po nuk e shoh veten përgjegjës të jap koment për diçka për cilin nuk jam kompetent. Veç Bëdris dhe Vlenit që akuzuan njëra tjetrën për emrimin e Bogojevskit ka reaguar edhe ASH-ja Zjadin Seles, nga ku thonë se qeveria ka shpërblyer edhe një figurë antishqiptare dhe antievropiane. Sipas ASH-s, emrimi I Bogojevskit është në kundërshtim të plot me orientimin e deritanishëm europian të vendit. Përfaqësuesit shqiptar në qeverinë monoetnike dhe jo legjitime I legjitimuan thirrjet shqiptar I mirë, shqiptar I vdekur. Shqiptarët janë kafshë të papërjetuara dhe të ngjashme. Ky është një turb dhe goditje me rënë që u bëhet shqiptarëve, marrëdhënieve ndërmjet bashkësive në vend. Edhe një anti-shqiptar dhe anti-europian, po shpërblehet nga qeveria jo legjitime, VMRO Vlen. Petar Bogojevski është kryetari I Partisë Koncepti Maqedonas dhe ditë më parë edhe zyrtarisht u emërua drejtori I Agjencisë për Fondet Arsimore Evropiane. Partitë opozitare shqiptare kanë shpërthyer në akuza ndaj qeverisë, duke thënë se kjo është një dëshmi se për të marrë pozitë në këtë qeveri duhet të jesh anti-shqiptar I dëshmuar si Bogojevski. Ndryshe, Bogojevski njihet për qëndrimet e tij anti-shqiptare të shprehura publikisht në çdo platformë ku I është dhënë hapësira, po edhe qëndrimet e tij anti-Vlen.